Pre argumente madhështore të profecisë është edhe ajeti i Kuranit i cili ka zbrit Wallahu ya'simuka minan nas. Kuptimi i këtij ajetit është Allahu ty të mbron prej njerëzve. O profet, kumtoj ata të cilën të ka zbrit prej Zotit tënd. Allahu ty të ruan prej njerëzve. Ky ajet na tregon që profeti alayhis salatu wasalam do të jetë i mbrojtur prej njerëzve derisa ta përfundon kumtimin e shpalljes. Edhe me të vërtetë ashtu ka ndodhur. Sot tentimet e vrasjes i ka pas armiqtë e tij prej paganëve dhe prej të tjerëve vazhdimisht kanë bërë atentate ndaj profetit Muhammed alayhis salatu wasalam. Po çfarë është më interesant është që profeti alayhis salatu wasalam ka marrë rajtor nëse ka flajt me ndonjë tend apo çfarë do lloj forme kur ka qenë në ekspedita e kështu me radhë. Mirë po, në momentin që ka zbrit ky ajet e kanë nxjerr kokën prej tendës dhe ju ka thonë njerëzve, o ju njerëz, mos më mbroni mo, sepse Allah është ai që më mbron. Nuk është ky argument shumë i fuqishëm i profecisë. Në atë moment që zbriti këtë ajet, më profeti alayhis salam nuk ka marrë asnjë rajtor që ta mbron ata prej atentateve dhe vrasjeve. Dhe me vërtet profeti alayhis salam nuk është vrarë dhe është plotsu feja e tij derisa ka zbrit ajeti el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e kam plotsu fejnë për ju. Pra nuk kanë arrit me vra profeti alayhis salam para se më përfundu shpallja dhe kjo është me të vërtet argument për argumenteve të profecisë.